Për herë të 31 me radhë ka dështuar konstituimi i legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës. Edhe në këtë seancë, kryesuesi Avni Dehari hapi mbledhjen me kërkesën për krijimin e komisionit për votimin e fshehtë. Megjithatë, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës refuzuan të propozojnë emrat e përfaqësuesve, duke argumentuar se është shkelur rregullorja. Pavarësisht mungesës së emrave nga partitë opozitare, Dehari e hodhi në votim formimin e komisionit, por përsëri kjo nismë nuk e mori mbështetjen e nevojshme. Këtë herë kanë votuar 47 deputet, kundër dhe abstenime nuk kishte. Të 30 seancat e mëparshme, të cilat tashmë janë cilësuar si një telenovel, që do të mbahet mend gjatë, kanë dështuar për shkak të mungesës së votave të lëvizjes vetëvendosje, Guxo dhe Alternativa për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Albulena Haxhiu ka dështuar 6 herë me votim të hapur për të zgjedhur kryetare, ndërsa mbi 20 herë ka dështuar formimi i komisionit për mbikëqyrjen e procesit të fshehtë të votimit, proces ky që kundërshtohet nga PDK, LDK, AK dhe Nisma. Seanca e radhës do të mbahet të dielën me fillim nga ora 11. Ndërprit këtë seancë dhe shihemi 15 qershor.